Thënë, nisem, i kanë thënë, emancipimi i femnës. Kështu i kanë thënë, emancipimi i femnës. Emancipimi është në gjuhën anglisht emancipation, në gjuhën frëngjisht emancipacion de la madame, në gjuhën tonë të emancipimi i femnës, lloj termini, por ati pari në kuptimin gjuhësor të vështirë të kësaj fjale, çfrenim, hekja njeriut frenin. Hekja frenin, lëshoje vetë, emancipim, lëshoje vetë sepse i ka mend të veta, lëshoje vetë sepse i ka vitet e veta, lëshoje vetë sepse e ka moshën e vetë, lëshoje vetë sepse e ka vetdinë e vetë, lëshoje vetë se ka kalu në moshën madhore. Emancipimi i femnës, por ne muslimanët me dinin tonë nuk do të lejojmë asnjëherë që të shkelet mbi ne vetëm me një fjalë, që një fjalë të dikuj të vjen rënë sa një sure me disa ajete. Jo, ne do t'i thojmë njerëzve jo, ne kemi një brum të madh në depon tonë, ka emrin në Suratul Nisa. Grave tona do t'ju thojmë atje në këtë mënyrë. Ju po thoni se ka ardhur një botë prej dika, po ju thot shqiptarëve edhe qerve. Femna te ju shqiptarët duhet të jetë e barabartë me burrin se ka met mrapa. Ne ju kemi thonë njerëzve kështu, nuk është e vërtetë. Ne kemi dalë në shesh me ndal femnën pak mrapa që të bëmi të barabartë, sepse shumë është manal se na. Prej ka ana Islamit. Ka thënë një gjallë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, men ahakku bi husni sahabati. Kanë të shiqojmë mësim atë mëshirshëm, më spari. Ka thënë, nëmë. Kur nëmë, shkoj pra. Shkoj nëmë, unë ngrit, shkoj për pjetë, e more Allahu me ngrit për pjetë. Ka thënë pastaj, ja Rasulullah, ka thënë pastaj nëmë. Shkoj prapë, në kaloj, shkoj larkë. Unë ngrit ajo, diherë. Ka thënë pastaj, ja Rasulullah, ka thënë nëmë. O banë tri prapë, në metëm burra, në burrat metëm. Islami e ngriti femnën, e mori, e dau prej ne, nuk e la të barabartë me burrat, nuk e la të barabartë, e ngriti shumë lartë. Ka thonë pastaj këndja Rasulullah, ka thonë babu. S'ka pastaj mo, 4 pastaga ki. 3 të nanës, ki pastaj i gundit i babës. Pastaj babi e ngriti dorën, ki babi modern tash, se tash mo babë s'ka, ka babi, jo keni po. E kanë qunë Francë, e kanë hëllu, e kanë bo babi, pastaj do ta çojnë prapë te kranë me e bo papi. Se do ta bëjnë papi, shumë shpejt do ta bëjnë papi. E më në fund kanë me qu për 4 herë në Francë, kur ta binë, kanë me maj 6 muja gje, kur ta binë la merë. Në anën babën, la perë. Kështu ka me ndodhë në Almërin, e afërm, kështu do të ndodhë me këta babë e nën që të në kanë ardhë rënë. Babë e nën, edhe dhe shatarë shqiptarë kanë thënë kështu, më dhe që e toka ati ku më ka rënu e koka ku kam pasër, më me atë ku më njëtë dhe guri thatë, ku kam pasër mëmën, ku kam pasër atin, ku kam pasër babën, ku kam pasër shtëpin, ta shti këto sende janë hollu mo, janë tuk puthemen, u këthi. Një pastaj i nanës, edhe një pastaj i nanës, edhe një pastaj i nanës, një i babës. E ngrejt i baba zonin tha, po du me qeni barabartë me këtë. Pra te ne muslimanët nuk kemi nevoj që të shkojmë të thojmë babit hef të bëjmë barabarta. Ne duhet të bëjmë të barabartë se nënë në ka shku neve largë me nderë. Ne duhet të ngritemi, ajo është ngritë. Tha unë duhet të bëjmë barabartë me gratë. S'ke mundësi. I kemi thënë s'ke mundësi. Me gruën në islam nuk ka mundësi me qenë kur i barabartë kukush. Asnjëherë. Apo ke dëshirë si babë të jesh me gruën në islam i barabartë. Edhe ti të ngritë të sa, jo po. Do ta marrë një guri 3 kg të lidhi për barkun në muj. E pastaj keme qeni barabartë me nonën. Prapë s'keme qeni barabartë me atë, sepse ai guri nuk shqarë, ai nuk të shqetson pra, atë e shqetson diçka natën të flet, ja që të gjumin asaj të flet, aja është shumë më ngritur pra, sepse ajo e banë këtë punë. E pastaj ti, për të qeni barabartë me gruën në islam, a ke mundësi me marrë gurit me i dhanë 24 muj me thyrë? Këta s'ke mundësi me bën. Këta ka mundësi me bën vetëm një nanë, që tërkush s'ka mundësi me bën këta. Ata lidhi një guri për barki 3 kg, e të la me flet me te. Të la me flet me te. A pe merë për sipër, ti s'ke me marë për sipër, s'ke me u ba si gruja.